I denj për t'i besuar. Shoqëria me Muhamedin, paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të, këshillat e urta dhe besueshmëria e tij ishin shumë të parapëlqyera nga të gjithë. Tregohet se në kohën kur ishte duke u riparuar Qabeja, 4 fiset kryesore të klanit Quraysh përgrindeshin për të caktuar se kush mes tyre do të kishte nderin të rivendoste gurin e zi e të shenjtë në vendin e duhur. Kur zënka ishte gati të shpërthente, një nga të moshuarit propozoi: "Njeriu i parë që do të hyjë, le të jetë gjykatësi ynë." Për gëzimin e tyre të madh, ata vunë re si i pari qufut ishte Muhamedi. "Është El Amini, i besueshmi", tharritën ata. Muhamedi, paqja e Allahut qoftë mbi të, u vu në dieni të situatës dhe kërkoi t'i sillnin një copë pëlhure. Ai vendosi gurin e zi mbi copën e pëlhurës dhe kërkoi nga secili fis që të mbartin një pjesë të pëlhurës në mënyrë që të merrnin pjesë të gjithë në ngritjen e gurit të zi. Pastaj ai e vuri atë në vendin e vet me dorën e tij. Kështu me zgjuar si mundi të jap fund kësaj grindeje dhe shmangu për më tepër një rrezik për gjakderdhje. Na ndiqni në rrjetet sociale Twitter, Facebook, dhe YouTube. Radio Televizioni Islam, një alternativë e re e komunikimit bashkëkohor. Bëhuni pjesë e platformës së Radio Televizionit Islam me qendër në Zvicër.